Lajmin e parë që dua sot ta ndaj me ju është për 72 orë mbas tragjedisë së Koçanit, asnjë të vdekur prej këtyre të cilët e përjetuan këtë tragjedi. Për momentin në shtet të ne mjekohen afër 78 pacient, 65 janë në klinikat shtetërore dhe 12 janë apo 13 në klinikat private. 101 pacient janë jashtë shtetit. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që dal nga dal nisim disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Sot 3 apo 4 pacientë do të lëshohen në shtëpi prej qendrës klinike. Transferi i fundit do të bëhet sot. Vetëm për në Suedi, 5 pacientë dhe mbas asaj nuk kemi më transfere tjera. Dal nga dal mund se do të mendojmë që t'i kthejmë disa pacientë. Dua t'ju informoj se djes bashkë me Ministrin për Punë Jashtme i vizituam 2 spitalet, 2 qendra, do me thënë ishim në Selanik, 5 pacientë ku janë të vendosur, të gjithë në gjendje stabile, dhe mande ishim në Sofje, në klinikën Pirogov, ku prej 9 pacientëve 2 veç janë ekstubuar, do me thënë janë në gjendje më stabile, dhe shpresoj edhe 2, ashtu sipas mjekëve, 2 do të ekstubohen sot. Kështu që në bazë të informatave që i marrim prej qendrave klinike për 101 pacientët që janë jashtë shtetit, fatmirësisht tash për tash të gjithë janë në situatë relativisht stabile. Dua të theksoj edhe diçka jashtë rrezikut tash për tash, po për jetë. Gjithashtu dua t'ju informoj se sot, pasi që kemi edhe të sëmurë tjerë në shtet, të cilët duhet të trajtohen, prej sot programet e pacientëve me kancer do të fillojnë të funksionojnë, kurse prej ditës së nesërme të gjithë pacientët dhe programet në për sallat kirurgjike do të vazhdojnë të funksionojnë përditshmërisht dhe me normalitet. Zoti Travari, nuk e di nëse patët mundësi të bisedonit me presidentin Vučić, sepse pamje që i pam nga vizita e tij tek të lënduarit, ju jeni edhe vetë mjek, përveç se janë të rrezikshme dhe janë edhe shumë të turpshme. Unë s'dua t'i komentoj këtë gjëra, kisha një status që e ndajta në rrjetet sociale se nuk është e ndershme që të paraqiten fytyrat e pacientëve, por këtë rast nuk dua ta politizoj. Për mua mbi të gjitha dhe para së të gjithash është me rëndësi shëndeti i pacientëve. Sikur që sot flasim se ka 0 të vdekur, dua që mbas 2-3 javësh përsëri të tregojmë se shumica e pacientëve janë në shtëpi dhe përsëri nuk kemi asnjë të vdekur. Ky është prioriteti im i parë. Për gjëra tjera kemi kohë, i flasim mbasi t'i kalojmë këto ditë të vështira për të gjithë. A kemi mjek tu da? Kemi, po, za toa дека ме праша за Vučić, значи не би сакал да ги политизираме овие моменти. За мене, како министер за здравство, пред се и над се е битно пациентите да се живи и здрави во овие кризни моменти за нас. Ја споделив нешто пред неколку дена во социјалните мрежи дека не треба да се злоупотребуваат лицата на пациентите. Се надевам дека ние како влада се придржуваме стрикно на ова, ги посетуваме пациентите, бидејќи уште еднаш би сакал пред сите вас да кажам, и премиерот, и јас како министер за здравство имаме обврска да одиме да ги видиме пациентите, тие кои што се полесни. Тие кои што се полесни, тие што се со опекотини прв степен, не ни треба друго ништо освен маска. А тие што се во интензивна нега, таму има правила. И кај нас, и во странство, и да сакаме ние, не можеме да влеземе без да бидеме облечени како што треба. Така да, по протоколите. Како ги посетивте вчера во Бугарија, бидејќи таму се сите на механичко? По секаде кај што бевме, а и тука кога ги посетував, и во 8 септември, и во градска болница бев облечен како што треба. Меѓутоа, не заборавајте, имаме и лесни пациенти, кои што имаат опекотини од прв степен или некаква фрактура, нив можеме и само со маска да ги видиме. И обврска имаме и премиерот и јас секојдневно да добиваме информации и да бидеме до тие пациенти за на крај да имаме повторно резултат како што имаме денеска. Да нема ни еден починат, ако има нешто да сме тука до нив, до нашите колеги кои што макотрпно и без замор работат непрекинато низ нашите јавноздравствени институции. Министър, pas përfundimet të autopsisë ku janë ndetet e atyre që kanë humbur jetën në Modja apo?
Unë kam informace në mjekësinë ligjore, veç janë mbaruar të gjitha autopsitë dhe besoj se në mënyrë si kanë kërkuar familjet atyre të cilët kanë të vdekur prej këtij rasti, apo privat, apo do të ketë organizim prej shtetit, në bazë të koordinimit me ato, ashtu do të vepre. Për 32 vjeçarin që vdiq në Kumanov, që dyshohet ketë vdekur nga terapia e gabuar, cili është komenti juaj dhe nëse vërteton përgjithësia autopsia, a do të... Unë dua të jemi të qartë dhe të sinqertë. Shoku anafilaktik ndodhen edhe në SBA, edhe në Evropë, edhe këtu ka ndodhur edhe më parë dhe tashmë ndodhen. Fatkeqësisht, shoku anafilaktik shpesh mbaron me vdekshmëri. Unë prej këtu shkoj në spitalin e qytetit dhe prej aty vazhdoj në Kumanov, kurse prej në mëngjes në nënshkruajta 2 inspeksione, njëra është prej inspektorati sanitar, shëndetësor, i cili sot veç është në Kumanov, kurse mbas 1 ore ose 2 orësh edhe shkon komisioni profesional nga Ministria e Shëndetësisë. Në qoftë se ka lëshim apo gabim mjekësor, patjetër të ketë përgjegjësi. Këtë ua garantoj me plot përgjegjësi si Ministri i Shëndetësisë. Zamolila samo da me kidën si dhe Значи, за пациентот од Куманово, јас сум извесен од вчера, сум во тек нон-стоп и во комуникација, да бидеме искрени, анафилактички шок се случува секаде. И секогаш може да се случи. За жал, понекогаш анафилактичкиот шок може да заврши и да почине пациентот. По информациите што ги добивам, пациентот имал анафилактичен шок. Може би се знаело, може би не се знаело за некој лек. Некој лек може и да го примал пациентот порано и да не бил и да реагира промптно имунолошка реакција да има во организмот. Веќе од наутро е подпишано да одат Државната санитарна инспекција и се надевам дека се таму. Потоа, после 1 час или 2 часа и професионалната екипа од Министерството за здравство ќе одат да ги видат сите детали и ќе ве известиме. Доколку има лекарски пропуст, сигурно ќе има и одговорност. Доколку нема лекарски пропуст, тогаш ќе бидеме транспарентни и ќе известиме јавност.